Shkodra është një nga zonat me biodiversitetin më të pasur në vend, ku mbrojtja e shpendëve dhe faunës së egër kërkon vëmendje të veçantë për ruajtjen e tyre. Pelikani kaçurrel, pavarësisht se është me status mbrojtje, është i rrezikuar globalisht si specie për shkak të aktivitetit njerëzor, po themi gjuetia pa ligjshme që është zhvilluar. Është e nevojshme dhe informimi i komunitetit pikërisht se çfarë lejohet dhe nuk lejohet në zonat e mbrojtura. Liçeni i Shkodrës ka shumë habitate që shërbejnë si vend fulezimi për shumë shpend ujor, madje shpend të rrallë, le të themi. Kërcënimi kryesisht vjen nga peshkimi, mbi peshkimi pa ligjshëm, qoftë edhe nga turizmi masiv, po themi, apo mjetet motorike me fuqi të lartë që sjellin jo vetëm dëmtim të habitatit ku jetojnë shpendët, por edhe shqetësim për ta. Sipas ekspertes, mbrojtja e tyre kërkon bashkëpunim institucional dhe ndërgjegjësim të vazhdueshëm. Në liçenin e Shkodrës dhe lumin Buna ka disa institucione që ushtrojnë funksionin e tyre, menaxhues, administrues, por edhe monitorues. Kemi dhe një task force që përfshin të gjitha këto institucionet, qoftë në nivel qendror dhe në nivel lokal, pikërisht për të rritur masat dhe për të vepruar ndaj çdo paligjshmërie që ndodh në këto ekosisteme të rëndësishme. Ruajtja e shpendëve dhe faunës së egër konsiderohet një përgjegjësi e përbashkët për të garantuar trashëgiminë natyrore edhe për brezat e ardhshëm.